Sikur t'ju thoja se libri më i famshëm për luftën në histori, në fakt është një manual se si ta shmangësh luftën. Sot do të zhytemi thellë në mençurinë e përjetshme të artit të luftës së Sun Tzu-ze. Do të zbulojmë se si parimet e tij, të shkruara mijëra vjet më parë, janë në fakt një udhërfies i jashtëzakonshëm për çdo sfidë moderne, qoftë në biznes, negociata apo edhe në jetën tonë të përditshme. Dhe pikërisht këtu qëndron gjithë sekreti. Në pamje të parë, tingëllon si një gjë e pamundur, apo jo? Si mund të fitosh pa luftuar? Por Sun Tzu këtu po na jep çelësin e gjithë shkaje. Fitoria e vërtet nuk është shkatërimi i kundërshtarit, është thyerja e vullnetit të tij për të luftuar. Domethënë, është një fitore që arrihet përmes mendjes, përmes strategjisë, jo përmes forcës brutale. Ky është themeli mbi të cilin ndërtohet çdo gjë tjetër. Në rregull, le t'i futemi më thellë kësaj ideje të parë, që është thelbësore. Si arrihet fitoria? Pa u përleshur drejt për drejt. Këtu ndahet strategjia e vërtet nga përdorimi i kohët i forcës. Ja, këtu e shohim këtë ide në veprim. Në të majt, kemi generalin inferior. Çfarë sheh ai? Ai sheh vetëm pengesën fizike, murin, dhe përgjigjet me forcë. Humbet burime, humbet njerëz. Tani shikoni generalin superior në të djathtë. Ai nuk sheh thjesht murin, ai sheh të gjithë sistemin që e mban atë mur në këmbë. Ai sulmon linjat e furnizimit, aleancat, moralin e kundërshtarit. Ai e bën betejën aq të pafavorshme saqë dorëzimi bëhet zgjidhja vetme logjike. Në thelb, armiku mposhtë vetveten. Dhe kjo përkthehet në mënyrë perfekte në botën tonë. Mendoni pak, një luftë shkatërruese të çmimesh mes dy kompanive është si të përplasësh kokën pas murit, të dyja palët dalin të dëmtuara. Ndërsa një blerje strategjike, një partneritet i zgjuar apo një inovacion që e ndryshon totalisht lojën, kjo është si të gjesh një rrugë tjetër për rreth murit. Është e njëjta mençuri, thjesht e zbatuar në një fushë betejë tjetër. Mirë, por që të arrish këtë nivel strategjie, të duhet themeli. Dhe themeli i gjithë shkaje është dija. Pa informacion të sakt, çdo lëvizje është thjesht një bast i verbër. Ky është ndoshta citati më i famshëm i Sun Tzus, por shpesh edhe më i keq kuptuari. Shumë njerëz e marrin si një slogan të thjeshtë, diçka si bëj detyrat e shtëpisë, por thellësia këtu është shumë e madhe. Kjo nuk është thjesht një listë kontrolli, është një kërkesë për një analizë të pamëshirshme dhe të vazhdueshme, si të vetës ashtu edhe të kundërshtarit. Pra, të njohësh veten do të thotë të jesh brutalisht i sinqert. A i kemi vërtet burimet për këtë sfidë, apo thjesht po ndërrojmë? Cili është qëllimi ynë final për te i fitores së kësaj përballjeje? Dhe pastaj, të njohesh armikun. Kjo nuk është thjesht të numërosh ushtarët e tij, është të kuptosh frikrat, motivimet, ndarjet e brendshme dhe pikat ku ai varet nga të tjerët. Pa këtë dije të dyfisht, çdo strategji është e destinuar të dështojë. Dhe mos mendoni se kjo ishte thjesht një ide e përgjithshme. Shikoni sa specifik ishte Sun Tzu. Ai e kuptoi se informacioni është një ekosistem i tërë. Nuk mjafton të kesh një burim, duhet një rrjet i plot për të mbledhur, verifikuar dhe madje edhe manipuluar informacionin. Nga agjentet e fshehtë brenda armikut deri te ata që përhapin dezinformata me qëllim, çdo element kishte rolin e tij kritik. Në thelb, ai po përshkruante një agjenci moderne të inteligjencës, 2500 vjet përpara se ato të ekzistonin. Okej, pra e ke informacionin. Cili është hapi tjetër? A ndjek një plan të hekurt? As pak. Përgjigjja e Sun Tzus është veprimi me përshtatshmëri të plot, si uji. Kjo është një nga metaforat më të fuqishme që ekziston. Uji nuk ka formë fikse. Ai përshtatet me çdo enë, rrjedh rreth çdo pengese dhe gjithmonë gjen rrugën me më pak rezistencë. Kjo është esenca e strategjisë së ndërvjellët. Mos u përplas kok me pikat e forta të kundërshtarit, rrjedh rreth tyre dhe godit aty ku ai është i pambrojtur dhe nuk e pret. Ky është një kurth klasik ku bien shumë njerëz, bien në dashuri me planin e tyre. Sun Tzu pa general të panumër që dështuan sepse ishin aq të fiksuar pas strategjisë fillestare, saqë refuzuan të shihnin se realiteti në terren kishte ndryshuar. Mjeshtri i vërtet e kupton dallimin thelbësor. Objektivi final është i pandryshueshëm, por rruga për të arritur atje duhet jetë pafundësisht fleksibël. Por sigurisht, një strategji, sado gjenjale, nuk vlen asgjë pa liderin e duar për ta zbatuar. Le të shohim se cilat janë cilësitë që Sun Tzu i konsideronte absolutisht thelbësore. Shikoni pak ekuilibrin delikat këtu. Mençuria pa guxim të bën pasiv. Guximi pa mençuri të çon në marrëzi dhe katastrofë. Mirësia pa reptësi krijon anarki, dhe reptësia pa mirësi krijon rebelim. Udhëheqësi vërtet nuk është se i ka thjesht këto cilësi.
Ai di saktësisht se kur dhe si t'i balancojë ato për çdo situatë specifike. Kjo ndoshta është aftësia më e vështirë për t'u zotëruar. Një menaxher i dobët mendon vetëm për rezultatet e këtij tremujori. Një lider i mençur mendon për ndikimin e vendimeve të sotme pas 3 vjetësh. Ai pyet vazhdimisht, cilat janë efektet e dyta dhe të treta të këtij veprimi? Si do ndikojë kjo te kultura jon, te konkurrentët, te klientët në të ardhmen? Ky është ndryshimi mes taktikës dhe strategjisë së mirëfillt. Dhe në fund të ditës, gjithçka varet nga njerëzit. Sun Tzu e dinte shumë mirë se morali nuk është një koncept abstrakt, por një aset strategjik jetik. Njerëzit që besojnë se lideri i tyre kujdeset sinqerisht për ta, do t'i japin gjithçka. Do të arrijnë rezultate që asnjë urdhër apo kërcënim nuk mund t'i arrijë kurrë. Besimi nuk është thjesht diçka e mirë, ai është një shumëzues i fuqisë. E gjithë kjo na çon në qëllimin përfundimtar dhe ndoshta më befasues të një strategjie mjeshtërore. Nuk është fitoria, është diçka shumë më e thellë. Këtu Sun Tzu e thyen plotësisht imazhin e generalit të pamëshirshëm. Ai kuptoi një të vërtetë të thellë, çdo konflikt ka një kosto të jashtëzakonshme, edhe për fituesin. Prandaj, strategu i vërtet nuk e nis planin me pyetjen si mund të fitoj, por me pyetjen si mund të arrijë këtë objektiv thelbësor, duke shkaktuar dëmin më të vogël të mundshëm për të gjithë të përfshirët. Dhe ja ku arritëm. Paradoksi final dhe më i thellë i të gjithë veprës. Qëllimi i vërtet i zotrimit të artit të luftës nuk është të bëhesh më i mirë në luftë, por të bëhesh aq i mirë në strategji, saqë arrin të krijosh kushte ku lufta bëhet krejtësisht e panevojshme. Pra, aftësia për të ndërtuar rend, për të menaxhuar konfliktin dhe për të ruajtur paqen. Ky është arti suprem. Dhe kështu i kthehemi pyetjes son fillestare. Tani, pasi kemi parë parimet e fitores pa luftë, themelin e dijes, veprimin e zhdërvjellët dhe udhëheqjen e mençur, përgjigja fillon të marrë formë. Nuk është magji, është thjesht një qasje thellësisht strategjike. Pyetja që mbetet për secilin prej mesh është, në cilën betejë të jetës son, profesionale apo personale, mund të aplikojmë këtë mençuri.